Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm lexojmë librin e Numrave, kapitujt 22-24. Leximin e tekstit do ta bëj Kristian Curanaj nga Vishnjeva, famullia Gucis në Maltëzi. Katekezën do ta bëj Kimete Klenja nga Lezhë. Tregimi i Balaamit gjendet brenda tregimit biblik të ecjes në përshkretir. Pjesa më e madhe e librit të Numrave trajton çështje ligjore, organizimin e bashkësisë, ankesat e popullit, siç e kemi parë, ndërsa kapitulli 22 është një surprizë për lexuesin. Sjell personazhe të panjohur, të papritur dhe të veçantë. Balakun, mbretin e Moabit, dhe Balaamin, një magjistar dhe një profet të dërguar nga Balaku për të mallkuar Izraelin. Ky tregim vjen pas disa fitoreve të Izraelit gjatë rrugës, kundër mbretit Amoreas Sihon dhe Ogut mbretit të Basanit. Ishin dy mbretëri të forta, dy mbretër të tmerrshëm, të frikshëm. Këto fitore i përmendin edhe psalmet. Për shembull, psalmi 136 thot kështu: Vrau mbretër të fuqishëm, sepse e amshueshme është dashuria e tij, Sehonin, mbretin e Amorejve, sepse e amshueshme është dashuria e tij, dhe Ogun, mbretin e Basanit, sepse e amshueshme është dashuria e tij, dhe i dhuroi tokën pronën e tyre, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Ky psalm merr si shembull pikrisht Sehonin dhe Ogun, dhe fitoren kundër tyre si një paradigmë të fitores që Izraeli t'i jep mundësinë të hyjë në tokën e premtuar. Pra Izraeli po korr fitore të vazhdueshme të librit Numrave, sepse Zoti ndërhyn për ta. Zoti ndërhyn në favor të atyre që do. Favoret e vazhdueshme të Izraelit që pra janë të Zotit në fakt, nxisin Balakun të thras Balaamin dhe të ushtroi një farë magjie asisoj që ta bllokoi ecjen e Izraelit dhe ta dobësoj forcën e tij. Këto tregime kanë si qëllim të vërtetojnë se si Zoti ndërhyn edhe kundër këtyre forcave ezoterike që popullatat pagane të cilat jetonin në Kanaan kishin praktik t'i bënin ditë për ditë. Balaami pra ishte një magjistar asisoj që mundohet kot të ndikojë në plotësimin e vullnetit të Zotit. Pra ata pengoi plotësimin e vullnetit të Zotit. Studios klasik kanë dhënë hipoteza sipas cilave epopeja Balaamit është krijimtari shumë e vjetër, ndoshta shekullit 12-11 para Krishtit. Studiosit e hebraishtës thonë se gjuha e pjesëve poetike aty është ndër hebraishtet më antike që kemi të shkruara ndokund. Një prej fushave të studimit të epopesë së Balaamit pra është edhe e lidhur me gjuhësinë semitike. Këto 3 kapituj të Numrave, numrat prej 22 deri 24, janë shumë të studiuar nga shumë pikpamje. Në vitin 1967 është zbuluar në Jordani një mbishkrim që përmend Balaamin, birin e Beorit, shikuesin e perëndive, Jose Elohin në aramaisht. Kjo tregon se për Balaamin, si magjistar kanë folur edhe tradita tjera kananease të kohës. Ndoshta varianti i tregimit mbi Balaamin të librit Numrave ka burim në traditën gojore që ka qarkulluar mbi këtë figurë në popullatat e lindjes së mesme. Por kjo nuk është surprizë për ne, sepse shumë tekste të Biblës, siç e kemi parë, kanë origjinë në tradita gojore të kohës. Sa i përket strukturës së tregimit të Izraelit tashmë ka arritur në shkretirat e Moabit. Ato ishin si stepa, vende të thata, pa dru, pa bimësi. Jetesa aty ishte vështirë, por izraelitët po përparonin shumë në ecjen e tyre. Balaku, mbreti i Moabit, fillon të friksohet prej marshimit të tyre. I çon fjalë Balaamit, këtij profeti magjistar, dhe i thot ta mallkoj popullin. Balaami heziton, 2 herë pyeti Zotin, Zoti jep leje me kusht, por kur Balaami niset, Zoti ja pengon rrugën. Kjo tregon se njeriu është i lirë edhe nëse dëshiron ta mallkojë. Zoti nuk e ndalon mallkimin e njeriut. Nëse pra njeriu vendos të jap mallkime, ai mund të mallkojë veten edhe të tjerë, por Zoti mbron ata që po psojnë mallkimin. Nuk ka mallkim që mund ta pengojë njeriu që beson në Zotin dhe që i besohet atij, sepse Zoti e ruan nga e keqja. Në zemër të tregimit këtu është epizodi i Gomaricës, e cila e sheh engjëllin e Zotit dhe ndalet para tij, kurse Balaami nuk e sheh. Por po bisedojmë më vonë për këtë epizod kurioz.
Balami si profet I njohur bën 3 orakuj, edhe për orakujt profetik do të flasim kur të vi koha të flasim për profet. Orakulli I parë, e gjejmë te kapitulli 23 rreshtat 7 deri në 10, tregon se si Balaami nuk arrin të mallkojë atë që Zoti nuk e ka mallkuar. Izraeli nuk I pson mallkimet e tij, përkundrazi, shkon e shumohet gjithmonë më shumë. Orakulli I dytë, kapitulli 23 rreshtat 18 deri 24, këtu gjejmë metaforën e Ariut dhe të Luanit. Thot Balaami, është një popull që ngrihet si luanesha, që pubzohet në kërcim si luani, shtrohet në strofull pa e përpir pren, pa e gëlltitur gjakun e të vrarve. Tepër I fortë ishte Izraeli, sepse siç thot ai, I shtrënguar jam të bekoj, vetë ta ndal bekimin smundem, gjë të keqe shihet në Jakobin, as vështirësi shihet në Izrael, me të është Zoti, hyji I tij, I brohuritur mbret mes popullit të vet. Zoti pra është me ta, e nuk mposhtet. Orakulli I tretë do ta shohim, Balaami flet si një profet, Hoze është një fjalë hebraike klasike që përshkruan dikë që ka vizione. Këtë orakull do ta shohim më poshtë. Si përfundim mund të themi pra se Zoti e ruan popullin e vet prej çdo të keqeje, jo vetëm prej armiqve që përdorin shpaten, por edhe prej atyre që dërgojnë mallkime në drejtim të tij. Atëherë Zoti ja hapi gojën gomaricës, e ajo foli. Çka të kam bërë? Përse po sjell tash 3 herë? Balami përgjigji. Pse luan me mua? Mjerisht s'më ndolli shpata se do të vrisja. Gomarica I tha, pas jam unë shtaza jote që të kam mbaruar gjithherë deri me sot në shpinë. Me thuaj, atë kam bërë ndonjëherë tjetër një gjë të tillë. Ai I tha, kur? Zoti ja çeli vrenkthi syt Balamit, dhe e pa engjëllin e Zotit, ku po qëndronte në rrugë me shpatë të nxjerrë në dorë. E uli kryet e ra përmbys për dhe. Engjëlli I tha, pse po e rreh që 3 herë gomaricën tënde? Unë erdha të ta pengoj kalimin, sepse udhëtimi yt është I pavend dhe nuk më pëlqen. Gomarica pasi me pa 3 herë shu shmang, po të mos ishte shmangur, ty te kisha vrar e atë kisha lënë gjallë. Atëherë Balami tha, kam me katuar, nuk e dija se ti je në rrugë përballë meje, por tash, nëse ky udhëtim nuk të pëlqen, unë po kthehem. Engjulli I Zotit I tha, shko me këta njerëz, por verja mirë mendjen, mos fol tjetër përveç sa do të urdhroj unë. Ky tregim që ka pra prejardhje legjendare, siç kemi thënë, paraqet dialogun e Balamit me gomaricën, rreshtat 28 deri në 30, dhe dukjen e engjëllit, rreshtat 31 deri në 35. Balami ishte nisur për rrugë me qëllim që të mallkojë Izraelin, dhe gjatë rrugës gomarica fillon të flet me të. Është ditur se gomarica nuk flet. Këtu duhet të kuptojmë mësimin, të mundohemi ta kapim mesazhin e tekstit, që është, siç do ta shohim, I pasur dhe gjendet në sfundin biblik, prej të cilit buron ky tregim. Thot teksti se hyi u hidhrua pse Balami u nis për rrugë, rreshti 22. Engjëlli I Zotit qëndroi në rrugë përballë Balamit për ta penguar. Balami kishte hipur në gomaricë dhe përcjellën 2 shërptor. Kur gomarica pa engjëllin që qëndronte në mes të rrugës me shpatë në dorë të nxjerrë nga milli, e la rrugën dhe po ecën e përarë. Kur Balami po rrihte dhe po donte ta kthej në rrugë, engjëlli I Zotit zuri vend në rrugicën e ngushtë ndërmjet 2 ledhave që rrethonin vreshtat. Kur e pa gomarica ju qas ledhit dhe ja shtypi këmbën bartorit, por ai zuri ta rrah përsëri. Pasi që Balami rrahi gomaricën 3 herë, thot rreshti 28 se Zoti ja hapi gojën gomaricës, ajo foli. Çka të kam bërë? Pse po sjell tash 3 herë? Me fjalë tjera, pse po më rrah tash 3 herë? Zoti ja hap syt gomaricës, ashtu si ja hap syt njeriut. Ai ja mundson të shohë në rrugë engjëllin e Zotit me shpatë në dorë. Kjo ka një domethënie që nxirret nga fusha logjike. Nëse Zoti ja hap syt gomaricës, aq më tepër do t'ja hap syt njeriut. Por ishte një njeri atë që nuk vrente praninë e engjëllit, Balaami, sepse nuk e kishte në mend Zotin, por po luftonte kundër tij. Në ato kushte ai nuk kishte se si ta shihte praninë e Zotit. Zotin e shohin ata që e bekojnë, jo ata që e mallkojnë. Përgjigjja e Balaamit shpreh hidhrim nga ana e tij në gomaricën. Pse luan me mua? Mjerisht s'po ndodh shpata se do të vrisja.
Ai është njeri i fokusuar në qëllimin e vet dhe nuk shikon as majtas as djathtas. Ai do të shkojë të mallkojë Izraelin. Ky qëllim i keq ja ka marrë mend. Nuk e pyet Gomaricën pse flet e si, nuk i bën përshtypje se ajo po flet ndopak. E ka trurin e dejun me qëllimin e keq, saqë nuk vren çfarë ndodh për rreth tij. Gomarica bën dy pyetje. Po as jam unë shtaza jote që të kam bartur gjithherë deri me sot në shpinë? Mendo pak me fjalë tjera. Kthe në realitet. A të dukem unë si dikush që luaj me ty? A nuk mjeti mua? Nëse kjo që po bëj është përjashtim, atëherë mendo pak pse po e bëj. Këtë dëshmon edhe pyetja e dytë që bën ajo. Me thuaj atë kam bërë ndonjëherë tjetër një gjë të tillë. Ai tha kurrë. Balaami e pranon se është hera parë që Gomarica po sillet ashtu. Tani është koha që të kuptoj arsyen e kësaj sjellje. Pikërisht në atë moment Zoti ja çeli vringthi syt Balaamit dhe e pa engjëllin e Zotit ku po qëndronte në rrugë me shpatë të nxjerrë në dorë. E uli kokën e ra përmbes përdhej. Ashtu si ja hapi syt Gomaricës, Zoti ja hapi syt edhe Balaamit dhe e pa engjëllin e Zotit. Biblistët konsiderojnë imazhin e engjëllit me shpatë në dorë, Cherev Shelufan në hebraisht, si figurë e Zotit të gatshëm të ndërhyjë me qëllim që ta kryejë misionin e vet. Tek libri Jozuehut për shembull, te kapitulli 5, rreshta 13-14, para qytetit të Jerihonit, shkruan kështu: Kur ishte Jozuehu në rrethinën e Jerikut, ngriti sytë dhe pa një njeri që po i qëndronte përballë me shpatë të nxjerrë prej millit në dorë. Jozuehu ju afrua dhe pyeti: a je yni apo i kundërshtarëve? Ai ju përgjigj: jo, unë jam prisi i ushtrisë së Zotit dhe arrita tani. Zoti pra ka ardhur dhe është gati të luftojë për Izraelin, që ata ta marrin qytetin e Jerihonit. Njësoj edhe te libri i parë i Kronikave, kapitulli 21, rreshti 16, flet për Davidin dhe thot kështu: Davidi lartësoi sytë dhe e pa engjëllin e Zotit duke qëndruar ndërmjet qiellit e tokës. E kishte nxjerrë shpatën prej millit dhe e kishte drejtuar dorën kundër Jerusalemit. Davidi dhe paria të veshur me grathore ranë me fytyrë përdhej. Engjëlli i bën pyetje Balaamit. Engjëlli pra i gatshëm të ndërhyjë për Zotin. Pse e rrahe Gomaricën? Kjo pyetje ka një përgjigje retorike. Ai ka bërë një padrejtësi, Gomarica nuk ka bërë asnjë të keqe. Engjëlli e cilëson veten si Satan. Kjo fjalë patjetër nuk do të thonë djallë në këtë kontekst. Do të thonë dikush që ka ardhur të kërkojë të sjellë drejtësi. Satan është dikush që mundohet ta dallojë drejtësinë prej padrejtësisë dhe ta denoncojë padrejtësinë. Do ta takojmë përsëri këtë fjalë kur të flasim për librin e Jobit dhe atje do ta shpjegojmë se si prej kësaj fjale, në fakt persiane, Satan, ka ardhur emri me të cilin quajmë djallin Satanas. Dhe e treta, thot engjëlli, unë erdha të ta pengoj kalimin sepse udhëtimi yt është i pavend dhe nuk më pëlqen. Këto rreshta ja zbulojnë Balaamit se në fakt Gomarica ja ka shpëtuar jetën. Engjëlli ishte i gatshëm të përdor shpatën kundër Balaamit, por Gomarica e ka devijuar Balaamin prej rrugës në të cilën ishte nisur profeti. Mësimi është i qartë. Gomarica i del Zotit vet, e jo me Zoti popullit të vet. E ka kohë që mundohet Balaami, Zoti e mbron Izraelin prej mallkimeve të tij. Si përfundim për ta shtjelluar me saktë këtë tregim, do t'i referohem një studiuesi izraelian. Para 10 vitesh ka shkruar një artikull në të cilin thoshte se marrëdhënia midis Balaamit dhe Gomaricës së tij është analogji. E fjalën analogji mund ta quajmë edhe pasqyrë letrare të marrëdhënies midis Balaamit dhe Izraelit. Gomari i shërben me besnikëri, i shpëtoi jetën duke e shmangur shpatën e engjëllit dhe nuk i ka bërë kur keq. Megjithatë, Balaami e akuzon për qëllim të keq dhe dëshiron ta vrasë. Pikërisht kështu sillet Balaami ndaj Izraelit, nuk i ka bërë asgjë të keq dhe ky vendos ta mallkojë. Përkundrazi, Izraeli do t'i bëj Balaamit veç mirë. Kjo gjë sipas këtij studiuesi vërehet sidomos tek paraleli që gjendet midis ciklit të Abrahamit dhe atij të Balaamit. Tema e bekimit dhe mallkimit i lidh këto dy cikle tregimesh, lidhen sidomos me Zanafilla kapitulli 12 rreshti 3, ku Zoti premton se Izraeli do të jetë bekim për të gjitha fisët e botës, dhe gjithashtu Zanafilla 22 ku ndodhin ngjarje të ngjashme. Në të dyja rastet kemi një nisje herët në mëngjes, një gomar të shaluar, 2 persona në gomar dhe një ndërhyrje të engjëllit që ndryshon urdhrin e Zotit. Izraeli pra shfaqet jo vetëm si një popull i bekuar,
por si burim bekimi për të tjerët edhe për Balaamin. Mendimi i këtij studiozi pra, që ka emrin Amos Frisch, është pikrisht se historia e Balaamit është një prej analogjive më të vjetra që ekzistojnë të krejt historisë e Izraelit. Sipas një studiuesi tjetër, Clinton Moyer, tregimi i Balaamit me gomaricën e tij ndjek një skemë të rregull biblike. Ai e quan interlud ndryshimi rolesh. Kjo shprehje pak e vështirë tregon se ai që duhet të jetë më i mençur dhe më i rëndësishmi, ai pra që gjendet në një pozitë të favorizuar, e çon veten aty që dikush që nuk është i favorizuar të dalë me faqebarë se ai. Për shembull tek Zanafilla kapitulli 38, tekst që kemi lexuar, Tamara del me faqebarë se Juda vjerri i saj. Tek libri i parë i Samuelit kapitulli 25 do ta shohim Abigaila do ta mësojë mbretin David për çështje madhore. Ky shënim i këtij autori është interesant, sepse ky është rregull edhe në besëri të re. Zoti rregullisht preferon të dobtit dhe jo të fortit. Ai më shumë e dëgjon lutjen e tyre të sinqertë se sjelljet me arrogancë. Si shembull mund t'i japim dy rreshta prej ungjillit Luks, Jezusi shprehet kështu: kërkoni mbretërinë e tij, e të gjitha këto do t'ju jepen si shtesë. Mos ke frikë, o grigje vogël, sepse Atit tuaj i pëlqeu t'ju jap mbretërinë. Balami u kthye dhe gjeti Balakun, pranë flisë së vet të shkrumbimit se bashku me prinsit e Moabit. Atëherë Balami filloi këngën e vet e tha: Prej Aramit me berit e vi Balaku, mbreti i Moabitëve, i bjeshkëve të lindjes. Eja më tha, ma mallko Jakobin, mos nguro e manem Izraelin. Qysht mallkoj, ka Zoti se mallkoj. Qysht të nem, ka Zoti nuk e nemi. Po e shoh prej qetave të larta, po e vërej prej kodrave të larta, shoh një popull të veçuar, që ndërkombe nuk numrohet. Kush mund të njeh pluhurin e Jakobit, kush e njehi reren e Izraelit. Vdeksha unë me vdekjet e drejtit, mbarimi im qoftë porsi i tyre. Rreshtat 23-6-10 që lexuam paraqesin orakullin e parë të Balaamit. Orakujt janë 4, por nuk do t'i lexojmë të gjithë. Të gjithë kanë karakteristika orakujsh profetik, si thash më parë, do të kemi kohë t'i studiojmë orakuj profetik edhe në të ardhmen. Rreshti 6 përgatit orakujt me shënimin se Balaami u kthye te Balaku. Kjo ndodhi pas takimit me Zotin. Shpreha u kthye ka edhe një kuptim tjetër. Kur u kthye te mreti Balaami që një njeri tjetër, jo ai që u nis me ba mallkime. Ai tash fillon e bekon Izraelin, bënte kundërtën e asaj që i kishte premtuar mbretit. Mbreti Balaku dhe princët e Moabit janë të gatshëm afër sakrificave, ata po presin mallkimin, por ta shohim çfarë do të thojë Balaami. Thot rreshti 7 se Balaami filloi këngën e vet e tha: Prej Aramit me bëri të vi Balaku, mbreti i Moabitëve i bjeshkëve të lindjes, eja më tha, ma mallko Jakobin, mos nguro e manem Izraelin. Balaami ka ardhur nga Mesopotamia, prej atje ku bëheshin shumica shortive, për të cilat ishte ekspert edhe ai ka ardhur prej bjeshkëve të lindjes. Arar në hebraisht mallkoji dhe zamam ndëshkoji, urreji, pra mallkoji me urrejtje. Këto fjalë thon athuase edhe mallkimi ka në vetvete një urrejtje, dhe është e vërtet, nuk mallkon dikush që nuk urren. Në këtë formë do ta shohim mallkojnë profetet e rrejshëm, kur vi koha të flasim për ta. Balaku ka zgjedhur mallkuesin e tij kryesor, Balaamin, ekspertin e mallkimeve, por ai pasi që u kthye nuk mallkoi. Tha kështu: Si të mallkoj, ke Zoti se mallkoj, si të nëm, ke Zoti nuk e nëmi. Ky është rreshti kryesor i këtij orakulli. Duhet vrejmë një element që studiuesit e theksojnë rregullisht. Balaami përdor dy emra për Zotin: El, që është emri i hyjnisë së përgjithshme, emër që bashkon të gjitha hyjnitë e botës të asaj kohe. Në të gjitha gjuhët semitike Zoti thirret me emrin El, Ilu, Elahi, në mënyra tjera, por
Balami përdor edhe emrin tjetër të Zotit, Adonai, ose Jave, tetragrami i 4 shkronjat që përmenin emrin e Zotit. Ky është hyi i Izraelit, Jave. Balami pra e barazon Zotin e Izraelit me atë të gjitha kombeve, por me qëllim që të theksoj se zotat e të gjitha kombeve nuk janë më të fortë se Zoti i Izraelit, as pak. Ata të gjithë së bashku nuk mund të sfidojnë, nuk mund t'i dalin në mejdan. Aq i fortë është Zoti i Izraelit, si të mallkoj, si të nem, edhe nëse dua e kam kot, është diçka e pamundur të bëhet. Ky është pra është mësimi kryesor i Biblës kundër magjisë. Për magjin do të flasim kur të lexojmë librin e ligjit të përtrirë, por me pak fjalë mund të themi këtu se mësimi i këtij teksti është se nuk ka magji që mund të ndikojë ndaj dikujt që Zoti e mbron. Rreshti 9 shkruan kështu: Po e shoh prej qetave të larta, po e vrej prej kodrave të larta. Shoh një popull të veçuar që ndër kombe nuk numërohet. Po shoh, thot ai, prej majave të qetave, të shkëmbijve, ati duket vetja i lartë, i rëndësishëm, kurse populli duket i izoluar. Thot se është një popull vetëm, lëvadad dhe jishkon lëvadad, jeton vetëm. Pra, nuk përzihet me popuj tjerë, shikon punë të veta, eviton të marrë pjesë në praktikat e popujve që takon gjatë rrugës në përshkretirë. Është popull besnik traditave të veta, por edhe është popull i vogël, është e habitshme si një popull kësaj qëndron i vetëm. Për Balamin kjo ishte shenjë e qartë se Zoti po mbështeste. Fjala popull i vetëm, ose i veçuar, ose i veçantë, do me thënë edhe i shenjtë. I shenjtë do me thënë pikrisht i lënë me njanë, por me një kuptim shumë konkret, i lënë me njanë për Zotin, në gatishmëritë e Zotit gjithmonë. Balami thot gjithashtu se ky popull nuk e numëron veten ndër kombet e tjera. Sipas Balamit, pra Izraeli e konsideron veten ndryshe prej të gjitha kombeve tjera. Dhe kjo është forca e tij kryesore. Kombet jetojnë e mbijetojnë me logjika force, pa drejtësie, aty ku përfiton zakonisht më i forti. Mirë, po këtu kemi një situatë tjetër. Ky popull mbijeton edhe pse është i vogël, i dobët, i vetëm. Forca e tij nuk është shpata, por identiteti i veçantë që ka si popull i Zotit. Do të lexojmë këtu ligjin e përtrirë, kapitullin 39, rreshta 8 deri 9. Kur Zoti popujt i ndau, kur i ndau bijtë e Adamit, kufijt popujve u acaktoi sipas numrit të izraelitëve. Prunë e Zotit u bë populli i tij, pjesë për vete mor Zoti Jakobin. Kjo gjë e dallon Izraelin prej popujve tjerë. E kemi thënë tashmë se epopeja Balamit ka lidhje me tregimin e Abrahamit. Këtu të rreshti 10 kjo duket e qartë. Thot Balami, kush mund të numëroj pluhurin e Jakobit, kush e numëroj rërën e Izraelit? Kjo pyetje retorike aludon padyshim tek Zanafilla kapitulli 13, rreshti 16. Thot Zoti atje Abrahamit, e kemi lexuar sa herë, faren tënde do ta shtoj por si pluhurin e tokës. Ai që do të mund ta numëroj pluhurin e tokës, ai do ta numëroj edhe faren tënde. Duke qenë se këtu përmendet Jakobi, mund të citojmë edhe Zanafilla kapitulli 28, rreshti 14, pra se Jakobi përmendet e libri numrave kam fjalën. Thot kështu Zanafilla 28:14, trashëgimtarët e tu do t'jenë por si pluhuri i dheut, do të shtrihen në drejtim të perëndimit, të lindjes, të veriut e të jugut. Në ty dhe në faren tënde do t'jenë të bekuar të gjitha fiset e dheut. I njëjti është premtimi edhe për Jakobin. Izraeli i përket dikujt që është shumë besnik. Zoti i mban premtimet e veta. Së fundi i Balami thot të rreshti 10, vdeksha unë me vdekje të drejtit. Mbarimi im qoftë porsi i tyre. Balami i thirrur të mallkoj shpreh dëshirën të vdesë si antar i popullit Izraelit, sepse sipas tij Izraeli ishte populli i drejtë. Kjo dëshirë e Balamit ka lexime të ndryshme. E para ishte një admirim. Balami admiron Izraelin, por për një kohë të shkurt, ai nuk do të jetë i qëndrueshëm në kthimin e tij. Autorët pra theksojnë elementin e admirimit. Por edhe do ta shohim tek libri numrave kapitulli 31 rreshti 8, sa i vritet me shpatë pikërisht nga Izraeli. Mund ta përfundojmë këtë pjesë duke cituar Ungjillin e Mateut kapitulli 26 rreshti 52, kur shën Pietri nxjerr shpatën për t'i dalë Zot Jezusit, ai thot: "Ktheje shpatën tënde në vend të vet." Sepse të gjithë ata që kapen për shpatë, prej shpate edhe do të vdesin. Përgjithsisht, njeriu gjen atë që kërkon. Njeriu zakonisht korr atë që vetë mjell. Pra, t'ja nisi këngës së vetë tha përsëri, tha Balami Beurit, tha njeriu sympret.
Tha ai që ndjeu fjalën e hyjit, që sheh çka i defton i gjithë pushtetshmi, që bie në ekstazë syti ka çelur. Po e shoh, por jo për tash, po e vërej, por jo për së afërmi, një yll po lind prej Jakobit, një skepter po ngallit prej Izraelit, i pelcet temthat e bijeve të Moabit, butin e kres të bijeve të Setit, pron po i bëhet Idumeja, trashëgimi Seiri, armiku i tij. Izraeli fre po i lëshon forcës së vet. Zotruesi prej Jakobit do të dalë që të shpartallojë mbeturinat e qytetit. Kur syti vajten në Amalekun, e rimori këngën e vet e tha: I pari ndër popuj Amaleku, por do t'i tres fara por si kalit të verdh. Rreshtat që lexuam prej kapitullit 24 flasin për trimin që flet me sy hapur. Dikush fjalën shëtum e përkthen edhe mbyllur, por sidoqoftë, Balami, ideja që jepet këtu se Balami flet jo pse sheh diçka, por pse diçka kupton. Zakonisht përkthehet me foljen hap, sepse sytë e tij zbulojnë misterinë e Zotit, prandaj edhe përkthimet e këtij rreshti. 24:15 thot kështu: Pra t'ja nisi këngës së vet, e tha përsëri, tha Balami i Beorit, tha njeriu sy mbret. Dom Simoni e ka përkthyer me një përkthim një fije diplomatik. As sy hapur, as sy mbyllur, por dëshiroj të shpjegoj se autorët mendojnë se kjo folja shëtum ka të dy kuptimet, edhe hapur, edhe mbyllur. Këto rreshta shpjegojnë identitetin dhe rolin e profetit. Roli i parë i profetit është ai që dëgjon fjalët e Elit. Profeti pra është një dëgjues i zërit hyjnor. Roli i tij është të dëgjoj zërin e Zotit. Tjetër rol i profetit është se ai sheh dijen e Elion, dijen e të lartit. Ne e dim se Elion ishte hyjni kananease, Bibla në shumë vende e ka bërë veten këtë hyjni të huaj. Zoti i Izraelit thirret Elion disa herë në Beslidhjen e vjetër. Te libri i Zanafils, kapitulli 14, rreshta 18-20, te ligji për trir, kapitulli 32, rreshti 8, Psalmi 91, rreshti parë, e quan Zotin Elion. Pra profeti është dikush që e din vullnetin e Zotit, dijen e Zotit, flet me dije të Zotit. Roli treti i profetit është ai që sheh, çka sheh, Shadai. Mahaze, Shadai Jeheze. Sheh ata, çka sheh, i gjithë fuqishmi, Zoti Shadai. Shadai është një tjetër emër me të cilin e quajnë Zotin patriarkët. Për shembull Zanafilla kapitulli 17 rreshti 1, ligji për trir, kapitulli 6 rreshti 3. Dhe e katërta është Nofel, që bie në ekstaz, e syt i ka çelur. Për shembull, libri i Ezekielit, profeti Ezekiel kapitulli 1 rreshti 28, thot kështu: Por si dukja e ylberit kur duket në re ditën e shiut, e rrethonte një pamje e tillë mu paraqit dukja lavdisë së Zotit, e pash, e rash me fytyrë përdhej, dhe dëgjova një zë që më fliste. Pra këtu Balami flet si një profet që e dëgjon fjalën e Zotit, bie si në trançe, si në ekstaz, por do të flasim prap për këto trançe profetike. Edhe libri i Danielit kapitulli 8, rreshta 17-18, flasin për një përvojë të tillë. Ai erdhi ku isha unë, kur arritin nga tmerri, rash me fytyrë përdhej, e më tha: Biri njeriut, merre vesh mirë, ky vegim është për kohën e fundit. Ndërkohë që ai po fliste, unë rash me fytyrë përdhej, por ai mpreku e më çoi në këmbë. Gjithashtu Danieli 10 rreshti 9, e dëgjova zërin e fjalëve të tij, duke dëgjuar zërin e fjalëve të tij, u paka e rash me fytyrë përdhej. Fytyra mund gjesh përdhej. Është shenjë pra e gatishmërisë së plotë të marrjes së mesazhit të Zotit dhe të përcjelljes së tij. Është bashkimi i plot i njeriut me Zotin. Libri i Numrave kapitulli 24 rreshti 17 është shumë i famshëm dhe i rëndësishëm edhe për profecinë e lidhur me Beslidhjen e re. Thot Balaami, po e shoh, por jo për tani, po e vrej, por jo për së afërmi. Balaami tregon se vizioni i tij është eskatologjik, ka të bëjë me kohërat e ardhshme. Lo ata, jo tani, lo karov, jo afër, jo shpejt. Janë shenja që ai fton lexuesin të shikojë larg në të ardhmen. Tek një yll, kohav në hebraisht, që lind nga Jakobi, ai që do të jetë skepter për Izraelin. Këto rreshta të shkruara kaq ka herë janë ndër me të cituara të letërsisë biblike mesianike. Në mësimin tonë të krishterë, kjo profeci e Balaamit plotësohet në Jezu Krishtin,
që pikrisht lind si yll i Jakobit. Ylli në besledhjen e vjetër është shpesh metafore e dinjitetit mretror. Për shembull, Isaia 14:12 shkruan kështu: Po si munde të biesh nga qielli, o dritësjellës biri i agimit, ushtrove për dhe ti që shtroje për dhe popujt anë mban. Fjala dritësjellës këto në hebraisht është helel, që do të thënë ylli i mëngjesit. Është metafore e mbretit të Babilonisë që edhe pse ka qenë i fortë dhe i shndritshëm si ylli i mëngjesit, ka humbur pushtetin e tij. Zbulesa 22:16 thotë kështu: Unë Jezusi e dërgova engjëllin tim t'ju sjell këtë dëshmi kishave, unë jam rënja edhe pinjolli i Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit. Kur pra Balami flet për këtë yll që po e sheh, por jo tani, e po vrej, por jo përse afërmi, kjo profeci e tij konsiderohet si një prej profecive mesianike më të vjetra që ekzistojnë në Shkrimin e Shenjtë, kaq të rëndësishme sepse parashohin se prej Jakobit do të vijë Mesia e Izraelit. Rrëfimi mbi Balaamin dhe komaricën e tij tek libri i numrave, kapitulli 22 deri 24, është sa i çuditshëm, aq edhe magjepsës. Sa që për shekuj me radhë ka intriguar teolog dhe studiues të ndryshëm anë mban botës. Ai paraqet një ndërthurje interesante të dobësisë njerëzore, ndërhyrjes hyjnore dhe mënyrave të papritura përmes të cilave Zoti mund të veprojë edhe nëpërmjet krijesave më të pamundura. Kjo katekezë synon të shqyrtojë rrëfimin mbi Balaamin, duke u përqendruar te karakteri i tij, roli i gomaricës, simbolika e fshehur në tregim dhe rëndësia e tij për të krishterin e sotëm. Balaami është një figurë komplekse dhe enigmatike. Ai përshkruhet si vegues dhe parakallëzues i së ardhmes, gjë që sugjeron një lidhje me botën shpirtërore, por gatishmëria e tij për të bashkëpunuar me Balakun, mbretin e Moabit, pavarësisht ndalimit fillestar nga ana e Zotit, ngre pyetje mbi natyrën dhe motivet e tij të vërteta. Shën Ambrozi, kur e komenton këtë pjesë, thot se dashuria për paran është një ves i vjetër dhe i lashtë që u shfaq që në shpalljen e ligjit hyjnor, saqë u dha një ligj për ta frenuar atë. Për shkak të dashurisë për paran, Balaku mendoi se Balaami mund të tundohej me shpërblime për të mallkuar popullin e etërve tan, vazhdon Shën Ambrozi. Dashuria për paran do të kishte triumfuar, thot ai, po të mos e kishte urdhëruar hyj i Balaamin që të mos lëshonte mallkime. Gjatë historisë, komentuesit biblik e kanë interpretuar në mënyra të ndryshme karakterin e Balaamit. Disa e paraqesin Balaamin si profet, që megjithse fillimisht ngurron, në fund i nënshtrohet vullnetit të Zotit. Ai pranon se mund të flasë vetëm atë që Zoti vendos në gojen e tij. Megjithatë, ky interpretim nuk shpjegon veprimet e tij të mëvonshme, kur ai e këshillon Balakun se si t'i çojë izraelitët në mëkat. Të tjerët e shohin atë si magjistar që përpiqet të manipulojë Zotin për përfitim personal. Këmbëngulja e tij për të kërkuar leje nga Zoti pas një refuzimi fillestar, së bashku me rënien e tij përfundimtare, e mbështesin këtë pikpamje. Disa të tjerë e konsiderojnë Balaamin si një figurë të kompromentuar, të ndarë mes dëshirës për shpërblime toksore dhe vetëdijes për fuqinë e Zotit. Kjo perspektivë pranon konfliktin e brendshëm që shihet në veprimet e Balaamit, ndërsa ai përpiqet të pajtojë ambicien e tij me njohjen e urdhrave të Zotit. Në literaturën rabinike hebraike, Balaami shpesh përshkruhet si një figurë e ligë dhe moralisht e korruptuar. Ai shihet si kundër figurë e Mojsiut, duke pasur aftësinë unike për të dalluar zemërimin e Zotit, por duke e përdorur këtë njohuri për qëllime të këqija. Kjo traditë thekson xhelozinë e Balaamit ndaj Izraelit dhe përpjekjet e tij për ta mallkuar atë, gjë që përfundimisht çon në rënien e tij. Balaami ishte jashtëzakonisht në zë për artin e tij magjik dhe shumë i fuqishëm me shprehjet e tij të dëmshme. Ai nuk zotëronte fuqi apo aftësi fjalësh për të bekuar, por vetëm për të mallkuar, sepse demonët thirren për të mallkuar dhe jo për të bekuar. Ai vlerësohej nga të gjithë njerëzit në lindje, pikërisht për mallkimet e efektshme që lëshonte, si në rastin e sëmbrapsjes së një armiku të armatosur me anë të tyre.
Prandaj, edhe Balaaku nuk e bëri gati ushtrinë e vet kundër Izraelit, por dërgoi ambasador te Balaami për t'i ardhur në ndihmë dhe i tha: "Ja, ka dalë një popull prej Egjiptit, e ka mbuluar sipërfaqen e tokës, e ka zënë vend përballë meje. Eja pra dhe jepi mallkimin këtij populli, sepse është më i fortë se unë. Kështu do t'ja dal ta godas disi e ta dëboj prej tokës sime. Sepse e di se do të jetë i bekuar ai që ti e bekon dhe do të jetë i mallkuar ai mbi të cilin ti lëshon mallkimin." Numrat 22:6. Mirë po, pavarësisht karakterit të tij të mangët, Balaami dha një profeci të rëndësishme për të ardhmen e Izraelit. Madje, i frymëzuar nga shpirti i profecisë, ai e dëshiroi atë si të mirën më të madhe për veten e tij kur tha: "Vdeksha unë me vdekje të drejtit, mbarimi im qoftë si i tyre." Numrat 23:10. Ai parakallësoi ardhjen e një mbreti që do të pushtojë Edomin dhe Moabin. Kjo profeci, veçanërisht e rëndësishme për një audiencë të krishterë, paralajmëroi ardhjen e Krishtit, mbreti të mbretërve, i cili përfundimisht do të triumfojë mbi të keqen dhe do të themelojë mbretërinë e tij. Historia e Balaamit dhe gomaricës së tij nxjerr në pah një temë të përsëritur në Bibël: përdorimin nga Zoti të mjeteve të papritura për të përmbushur qëllimet e tij. Në të gjithë shkrimin e shenjtë gjejmë shembuj të Zotit që vepron përmes individëve dhe situatave që duken të pamundura ose madje kundërshtuese ndaj planit të tij. Le të shohim disa prej tyre. Mojsiu, nga një udhëheqës ngurrues që fillimisht dyshonte në aftësitë e veta për të folur dhe për t'i udhëhequr izraelitët, ky u bë një nga figurat më të mëdha të historisë biblike, duke sjellë 10 urdhërimet dhe duke udhëhequr popullin drejt tokës së premtuar. Gideoni pastaj, nga një luftëtar frikacak që vuri në dyshim zgjedhjen e Zotit, ai përfundimisht e udhëhoqi një ushtri të vogël drejt fitores mbi madianitët, duke treguar kështu fuqinë e Zotit për të përdorur dobësinë për arritjen e qëllimeve të tij. Kemi pastaj edhe rastin e Rahabës. Kjo ishte një prostitut e cila rrezikoi jetën e vet për të mbrojtur spionët izraelit. Besimi dhe guximi i saj i siguruan një vend në planin e hyjit dhe ajo u bë paraardhëse e mbretit David dhe e vet Jezu Krishtit. Këta shembuj së bashku me rrëfimin mbi Balaamin dhe gomaricën e tij tregojnë përdorimin e vazhdueshëm nga Zoti të mjeteve jo të zakonshme për përmbushjen e vullnetit të tij. Ai zgjedh të dobtit, të përvuajturit dhe madje edhe ata që duken të parëndësishëm për ta zbuluar fuqinë e tij dhe për ta çuar përpara planin e shëlbimit. Roli i gomaricës në këtë histori është i jashtëzakonshëm. Zoti zgjedh të flasë përmes kësaj krijese të përvuajtur, duke ia zbuluar praninë dhe mesazhin e tij Balaamit në një mënyrë që vetë profeti fillimisht nuk arrin ta kuptojë. Etrit e kishës thonë se Balaami u poshtërua për shkak të lakmisë së tij. Aftësia e gomaricës për ta parë engjëllin e Zotit, ndërsa Balaami mbeti i verbër ndaj rrezikut, thekson kufizimet e perceptimit njerëzor dhe mënyrat befasuese me të cilat mund të veprojë hyi. Veprimet e gomaricës, si shmangja nga rruga, shtyrja kundër murit dhe më në fund shtrirja për dhe, nuk janë thjesht reagime instiktive ndaj një kërcënimi të perceptuar. Ato janë të drejtuara në mënyrë hyjnore për ta mbrojtur Balaamin dhe për t'ia tërhequr atij vëmendjen ndaj realitetit shpirtëror që ai vetë nuk po arrinte dot ta kuptonte. Gomarica u bë kështu një instrument i hirit të Zotit, një katalizator për njohjen përfundimtare të engjëllit nga Balaami dhe për nënshtrimin e tij ndaj vullnetit të Zotit. Fakti që hyi ja hapi gojën gomaricës për t'i folur Balaamit thekson mëtej natyrën e jashtëzakonshme të kësaj ndërhyrjeje hyjnore. Ky akt nxjerr në pah fuqinë e hyjit për të përdorur çdo mjet të nevojshëm për të komunikuar mesazhin e tij dhe për ta udhëhequr popullin e vet, edhe nëse kjo do të thotë të përdor një krijesë që zakonisht njihet për kokforci dhe heshtje. Gomarica që flet shërben si një simbol i fuqishëm brenda këtij rrëfimi.
ajo mund të interpretohet si përfaqësim i zërit të ndërgjegjes, i botës natyrore apo edhe i vetë zërit profetik. Përpjekjet e Gomaricës për ta paralajmëruar Balaamin mund të shihen si metaforë për zërin e brendshëm të ndërgjegjes, që shpesh përpiqet të na drejtojë larg rrezikut dhe drejt rrugës së drejtë. Ashtu si Balaami fillimisht e shpërfill dhe madje e ndëshkon Gomaricën për paralajmërimet e saj, edhe ne ndonjëherë mund ta shtypim ose ta shpërfillim ndërgjegjen tonë kur ajo bie ndesh me dëshirat tona. Shpërfillja e ndërgjegjes mund të ketë pasoja negative, duke na çuar në një rrugë që na largon përfundimisht nga hyji dhe nga vullneti i tij për ne. Gomarica, si krijesë e botës natyrore, mund të simbolizojë praninë e hyjit në komunikimin e tij përmes krijimit. Historia sugjeron se Zoti mund të flasë përmes të gjitha aspekteve të krijimit të tij, dhe se vëmendja ndaj botës natyrore mund të çojë në një kuptim më të thellë të vullnetit hyjnor. Kjo lidhet me kuptimin e krishterë të ligjit natyror, të këtij ligji moral që hyji e ka gdhendur në zemrat tona. Gomarica, në thjeshtësinë dhe përvujtërinë e vet, mishëron cilësi që e pasqyrojnë këtë ligj natyror, duke na kujtuar aftësinë tonë të lindur për ta njohur dhe për ta ndjekur vullnetin e hyjit. Gomarica, në rolin e vet të papritur si folse e fjalës së hyjit, mund të shihet si simbol i vetë zërit profetik. Ky interpretim thekson faktin se hyji mund të zgjedhë këdo, pavarësisht pozitës shoqërore apo aftësive të perceptuara për të qenë lajmëtari i tij. Rrëfimi mbi Balaamin dhe Gomaricën e tij ofron mësime të vlefshme për të gjithë ne të krishterët sot. Ai na kujton rëndësinë e shqyrtimit shpirtëror, rezistimit ndaj tundimit, përvujtërisë dhe dëgjesës. Le t'i shohim tani me radhë. Shqyrtimi shpirtëror. Lufta e Balaamit për të dalluar vullnetin e Zotit përballë tundimit shërben si një lloj paralajmërimi. Ajo nxjerr në pah nevojën për reflektim në lutje, vetë shqyrtim të sinqertë dhe gatishmëri për t'u nënshtruar udhëzimit të hyjit, edhe kur ai sfidon dëshirat tona. Rezistimi ndaj tundimit. Prirja e Balaamit ndaj joshjes së shpërblimeve toksore na kujton nevojën e vazhdueshme për të rezistuar tundimeve që mund të na largojnë nga hyji. Kisha katolike ofron shumë burime dhe mësime mbi mënyrën se si të kapërcehet tundimi, duke përfshirë lutjen, sakramentet dhe drejtimin shpirtëror. Përvujtëria dhe dëgjesa. Përvujtëria dhe dëgjesa e Gomaricës qëndrojnë në kontrast të fortë me krenarinë dhe interesin vetjak fillestar të Balaamit. Historia na kujton se feja e vërtet përfshin përvujtërinë, gatishmërinë për ta dëgjuar zërin e hyjit dhe dëgjesën ndaj vullnetit të tij, edhe kur ai duket i papërshtatshëm apo sfidues. Historia e Balaamit e Gomaricës së tij është një tregim i përjetshëm që vazhdon të ketë jehon edhe për ne sot. Ajo na sfidon të shqyrtojmë motivet tona, të jemi të vëmendshëm ndaj zërit të hyjit në të gjitha aspektet e jetës sonë, dhe të kemi besim në planin e tij, edhe kur ai shpaloset në mënyra të papritura. Duke mësuar nga gabimet e Balaamit dhe nga besnikëria e Gomaricës, ne mund të rritemi në shqyrtimin ton shpirtëror. Mund ta forcojmë rezistimin ndaj tundimit dhe mund ta thellojmë gjithmonë e më shumë marrëdhënien ton me hyjin. Ky rrëfim shërben si një kujtesë e fuqishme se hiri i hyjit mund të na mbërrijë përmes kanaleve më të papritura, duke na thirrur të jemi të hapur ndaj zërit të tij kudo që ai mund të gjendet. Në një botë të mbushur me shpërqendrime dhe tundime, historia e Balaamit dhe Gomaricës së tij na nxit të kultivojmë një shpirt përvujtërie, dëgjese dhe vëmendjeje ndaj nxitjeve të ndërgjegjes sonë dhe përshpëritjeve të pranisë së hyjit në krejt krijimi. Duke i përqafuar këto virtyte, ne mund të lundrojmë në kompleksitetet e jetës me më shumë qartësi dhe qëllim, duke ju afruar më shumë Zotit dhe duke e përmbushur planin e tij për jetën tonë. Në takimin e ardhshëm Lexo Biblen me ne përfundojmë leximin e librit të numrave, do të lexojmë pra kapitulli 25 dhe 36 të librit të numrave. Ju lutemi si gjithmonë ta lexoni te shtëpia sepse do ta kuptoni më mirë
Ju falenderojmë përzemërsisht për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoft.